Bu CHI podcast. Pra më në fund u bëri dhe Kemi. s'na lë ai Lulzim Basha, nuk e di, ka hall se mos i marrim hapësirën publike që gjithë ato vëmendjen e publikut. Pse ma hape me idhullin tim? Hati, pse? Ai ka filluar prapë, për sa i fuqishëm tani ka filluar ka po merr njerëz të rinj, njerëz japin intervista të paanshëm, thon të pak. Patjetër. Është shumë e çuditshme plak, domethënë në rastin e Bashës, në rastin e 99% të tyre nuk duhet të ndodhte kjo gjë, domethënë është kështu si e pa konceptueshme si gjë që ky duhet të kthehej jo plak, shumë qesharake si gjë domethënë, është e trisht. Pse s'ta bëjmë mos ta bësi Krishti? Iku ja 3 muaj, në krye 3 muajve do kthehet prapë. Po më Krishti të paktën bënte ca gjëra, jo kthente ujë në verë, jo. Shpërndante peshq palas. Në fakt edhe me Krishtin kam sa kështu sa qef mbetje me punën e shpërndarjes së peshkut. Pse më? Po se shumë komunistë si gjë, tash vetëm peshk. Ti e bën që e bën ndryshojnë çik dorën tash. Po tash ai peshk kishte pritur, është vështirë të shpërndash qingja, se peshku aq është. Po mirë, mund të ketë njerëz që sa han peshkun për shembull, tash çfarë bëjnë ata? Po tash në të merret ai me njerëz që kanë alergji nga peshku, pastaj fillojnë alergji nga lajthit, e ke parasysh tani, ata njerëz pastaj janë të destinuar mos të mjetojnë. Ajo është natyra që thotë që ti do të ngordhësh. Edhe kjo që ndodh, po tash imagjino se kjo rikthimi i dytë i Krishtit është kështu, që në çdo epokë do vi Krishti për herë të dytë. Imagjino të vi tash sa vegan ka, sa vegetarian ka, domethënë çfarë lloje soi që janë, se tash sa vinë dhe shtojnë këta. Mendo të vi Krishti dhe t'i jap një gjell të gjithëve. Nuk do ai asnjëri, jo, 2 vete do han vetëm. Po shumë ata të tjerë do digjen në ferr. E kemi zgjidhjen. Kjo është zgjidhje domethënë, ose do hash peshkun ose do digjesh në ferr. Ose peshkun ose po thjesht nga një tjetër anë. Peshkun nga gjithsesi domethënë. Peshkun brenda e ke domethënë, ideja është si. Asa u bëm të pistë shumë shpejt. U bëm të pistë shumë shpejt. Zoja dhe zotrin, po dalë të bëj prezantimin e dalë. Me mua, kush unë nuk i interesoj asnjëriu. Ma leta që... Po shishim ma prishe hyrin. Unë sa dhe thosha njerëz që ja me qishim të Krishti, u plotësua trinia e besi Andi podcast. Dhe ne ti vjen emër të atit të birë, ti e shpirti i shenjtë. Shpirti jam unë. Ose i pa shenjtë, gjithsesi. I ati është dhe nea, i biri ishte Andi dhe ti tani e shpirti. Në nderon me këto cilësime. Po normalisht. Takon. Gjithsesi, përderisa nuk të bën ai një me Krishtin, me që pas ke bif me Krishtin, domethënë ma më në kënaqur. Jo, po shumë mirë, po obes faleminderit që erdhe, faleminderit që ishte kohën. Po shtua. Ç'a bën? Si e? Era ti për ftesën. Mirë, ja, ndër punëra, po duke nxjerr jetesën, duke nxjerr bukën e gojës. Ka qenë kalamaj, s'ke çati beste, ç'o doam. Po tash ç'të bëj. Edhe han shumë tash jella, se përpara nuk hanin shumë, tani han shumë. Po han se ka diversitet tash ka shumë. Po tani duan kështu midhje, tani kaviar, lejs me limon. Po ja sa të dalin këto ushqimet alternative që do han vetëm kështu brum karkaleci çfarë këto. Karkaleci të tokës, nga këto të tokës, jo të detit. Kështu që do bëjnë këto me kështu me që do zvendësohet mishi, do zvendësohet peshku, çfarë janë këto me. I beson ti këto bes? Po i besoj në kuptimin që përdesa i ka blerë Bill Gates këto të drejtat e tyre, të drejtas. Nuk është më. Ç'a Billy është ai. Billy Porter. Po ka blerë kështu në Amerikë, tash kishte blerë kështu një përqindje të madhe të tokave të punueshme dhe të mbjellshme. Kështu që një plan e ka dhe ai. Këta janë të frikshëm ta që me kështu me ajtira me gjëra plak. Kupton se shumica e tyre nërës që nuk i ka dashur shumë njeri, domethënë tani fillojnë blejnë gjysmën, i heqin, nuk i mbjellin më fare, i bëjnë gjëra. Janë nxjerrin natin botës. Ja, nxjerrin natin. Kështu që mos bullizoni këta njerëz që nuk i dihet nesër pas nesër çfarë të bën. Se do ngelemi pa ngrënë mishove, pa jo për gjë. Çfarë të bën? Ai do ishte fatkeqësia më e madhe, sidomos për shqiptarët. Sidomos për gjithë atë gadishullin e Tiranës. Ashtu ka njërë, si gadishull ka njërë. Po sidomos për mua një, se unë jam mish ngrënë si matë në fakt. Ja, same. Po. Po, tash mish ngrënë si matë.
ai tregojnë pleqt, tregojnë kur ka një Strausi që ka qenë një ambasador atëherë në kohën e komunizmit, i çojnë ta kështu një qenj në hell. Edhe sa i filloi po, ne i tha vetëm ha mish, ta vetëm mish po, ne tha, oj, tha, ora më ndaj gjë nga këto tha. Me tallaturin. Edhe dituria e këtij njeriu, Strausi ishte që i kishte thënë këtyre plebejve domethënë që këtë gjën e ka ngrënë ajo gjëja që unë do ha, kështu që ja kanë nxjerrë më të mirat nga ajo. Sa për paçaka bëja Gjermani Allah. Po mos edhe ajo me lepurin dhe me shqiponjën që lepuri ha bare dhe jeton 3 vjet sa jeton ku diun, sa jeton lepuri. Kurse shqiponja mishë dhe jeton 100 vjet. Po që nuk konvertohen në vite njerëzore, këto se kemi metabolizme të ndryshme dhe ndërtim të ndryshëm nga. Ajo ja vlen të diskutohet, se është për njerëz, unë kam provuar 2 herë atë karnivorën, thjesht nuk e mbaj dot për shkakun se kemi mësuar një çik me shumë gjëra të ndryshme, domethënë që nga fëmijëria, domethënë si të duket është vetëm një gjë gjithkohës. Por që efektet plak tek unë minimumi ka pasur fantastike, sidomos për gjithë ato që premtohen në fillim, domethënë me pjesën jo dhimbje koska, dhimbje kurizi, domethënë të liron fare ose to. Mirë, shiko, e shesin edhe një çik sigurisht kështu se të gjithë kështu dalin, domethënë del karnivore thotë dieta karnivore të shpëton nga çdo lloj kanceri, nga çdo lloj sëmundje. Dalin këta të tjerë të veganizmit. Kancerin jo tash se ashtu futemi ikim të mor, ham na një qenj për ditë, pastaj jemi rregull, nga gjë që e keq po. Jo, unë mendoj se ka më pak detoks o burrë, po gjitha pesticida ama në besë gjithë hormone që rabdalliqe ke parasysh. Jo se të kafshët s'ka, e kupton, po që prap. Varet ku e merr mishin, varet. Ku e merr mishin? Po nuk ka sapo ku do ta marr. Nuk kam një lidhje të madhe. Do t'i bëjmë reklam, s'na ka dhënë lekë, mirë, s'ka gjë. Mi do ishte të bënim kështu gjuhë e tij për shembull, ajo është që ta vrasësh. Jo, domethënë të vrasësh atë që ha. Ta vrasësh atë që ha. Gjuhë e tij kur mbjell qep për shembull. Po, kur i nxjerr që ju shkon një fshihesh kështu në mes të natës, i nxjerr nga rrënjët pa e ditur ato, ndoshta mund të quhet ato. Edhe merr hakun qepa si Bill Gates që të bën të qash pastaj. Ja, dhe pastaj bën kështu ushqime alternative, bën mish me qeliza staminale, çfarë janë ato gjëra tash. Po, imagjino të bëj qep që të bërthasësh që në vend që të qash. Që pastaj shkotesh. Pa lidhje. Po, tash duhen sa opsione të tjera. Si duket obes. Sa mendon ti se sa mendon se nga xhusit e mi për shembull se kanë idenë se kush je. Se unë nuk mendoj se kanë një. Se shumica e tyre që kanë ardhur nga Juve. Po, shiko mua nuk më njeh njeriu. Unë se di pse e bën këtë pyetje në këtë moment. Mjeshtrat. Po si do e prezantoje ti veten? Se unë të jo vetëm në prizmin për shembull të komedianit, edhe muzikant, le të themi deri diku. Tash edhe komedianë është çik fjalë e madhe për të thënë. Domethënë nuk e ndjej veten dot aq të aftë edhe aq të plotësuar apo që kanë bërë aq gjëra, se fjalën gjëra është çik kot, po këtë kemi. Nuk kanë bërë aq gjëra saqë ta quaj veten komedian. Domethënë të paktën duhet kisha bërë një 2 ose 3 kështu stand-up speciale, siç po, domethënë zyrtare që të jenë tamam, jo se dola 2-3 herë në një lokale dhe u quajta komedian direkt, domethënë. Po më shikoj, ajo është repetitiv publikun, nëse njerëzit të kanë pëlqyer domethënë për atë material që ke pasur, ata kanë kaluar një kohë të mirë domethënë, edhe kanë vajtur për komedi, kanë marrë komedi, ata mrekulli janë vetën. Po mirë, mos e shiko, tash edhe ta them se do jemi ne të dy ta them. Në majtë një mali. Prit se do dal diku, mos e paragjiko këtë që po them. Jemi ne të dy në majtë një mali. Edhe duke ecur rrezohesh ti. Rrezohesh edhe thyen dorën larg qoftore, nuk do të vërtet. Edhe tash unë marr këto ç'kemi parë, ç'kemi dëgjuar nëpër filma, ajo e lidh me një shkop. Heq atë lëvorën e pemës, apo silitar të lidh dorën. Po kjo s'po bën doktor mua. Shiku dola. Si qa bën ai s'të bën doktor, po shiko, po ideja është universi jot është për momentin imediat ja që ti ke.
edhe për bakteriet e zorës tënde ti e universi, nuk është Marsi me Neptunin, kështu që në atë moment ishe doktori, valla do s'do ti. Po mirë, shiko, isha ai që bëri ndërhyrjen e parë, po edhe që të quhesh Pse ka dalë doktori i parë? Pse ça? Shpiku penicilinin ai direkt, sa doli njëri, çfarë do bëjmë sot çuna? Jo, mo doktori i parë ka bërë tortura të frikshme në njerëzim, ka vrarë dynjan, që ka bërë eksperimente, derisa ka gjetur se das funksionon ka kjo, siç bënin atëherë që ju hiqnin syrin për të shëruar gripin. Derisa e mori vesh edhe nuk hiqet syri për gripin. Po digje ti digje, pëtet ai nga ata, po mbasi ka hekur gripi vërtet atyre. Ata nuk janë gjallë ti marrin një pjesë. Po minutë nuk fokusohet te gripi, fokusohesh në te syri pastaj, po që. Pra, nuk e quaj dot veten komedian, nuk. Domethënë kam përshtypjen njeriu duhet jo të bëj shkollë, se kjo e të bëri të shkollës është çik shumë klishe. Bëj shkollë komedie. How to be funny. Po duhet kaloj njeriu ca hall kanë jetë që ta meritoj të quajturit komedian apo çfarë lloj profesioni tjetër. Po ti këto Okej, Barack Obama, faleminderit. Kjo ishte një pyetje që doja të bëja, domethënë, se dua të më shpjegosh një çka ato gjërat e tjera që bën, po më jemi te komedia, të ndalemi një çik një moment. Në çfarë periudhe je plak kështu shpirtërisht ose komedikisht për momentin që ke diçka të përgatitur ose ke diçka në të ardhmen gati për të do ta rivizitoje përsëri, domethënë si e ndjen? Po, i rrotullohem atij stand-upit kështu, domethënë unë stand-upin kam si zhanër të preferuar edhe kryesor të humorit, domethënë ajo më duket maja e zeniti i humorit. Ajo është maja, po. Po, domethënë nga që jo me puna dhe me gjëra nuk fokusohem dot plotësisht në. Ora, apropo puna se ja fut koti me këtë modestin, se më fiksove fare mua. Po modesti është ashtu vajto. Po se me modesti është, mos ja fut kot tash, se më doli nga mendja një moment armiku i popullit, pavarësisht se është platformë deri themi diku në krahasim me të tjerat kështu interaktive, domethënë se ti jep shumë gjërat. Ajo që bën ti, aty klasifikohet si komedi. Ajo mjeshtëria e sarkazmit së përditshme, domethënë duke bër diçka, duke përzierë me atë banalitetin e jetës së përditshme. Është shumë e vështirë për të bërë apo? Po mirë, po bie dakord me ty në këtë pikë, po tash shumë e vështirë. Secili ka një aftësi të vetë. Më mirë se ti mund ta kesh edhe talent deri diku edhe pastaj duke kaluar, duke e përdorur, duke punuar, domethënë të është bërë në atë lloj mënyre tash që ke arritur në atë nivel, domethënë se duket që hëma se tani unë këto e bëj, e kupton thjesht vetë atje dhe fillojmë bëjmë ato gjëra si punon. Po jo, këtë armikun e bëjmë vërtet, e bëjmë me qef akoma, nuk më shtyr akoma. Fantastike. Edhe faleminderoj. Unë atë djalin tjetër vetëm nga zëri e njoh, që kemi njohur që kemi qenë klasë 7, nuk e di, ato videot atëre. Nga çmendina. Edhe pastaj rezin, atë djalin tjetër që ishte më përpara nuk e kam pas njohur aty, atë Roshi si ka. Po, është shumë interesant ishte ai, po do ta them më pëlqen më shumë profesori. Pavarësisht se kur eci në fillim ishte pak kështu si në ngërç, po tash është flak fare. Tash është flak fare. Domethënë kishte pa përvojë, pa. Ora nga është ai? Po me origjinë më duket se është nga Përmeti. Nga Përmeti. Me origjinë nga ata që ka gjyshrit, se vetë në Tiranë sikur ka lindur. Jo, bën përshtypjen se seksin e ka komplet si ne, plak, si nga Berati. E ke parasysh se nuk i ka këto gjëra që përdorni ju në Tiranë, domethënë këto fjalë shkutra që edhe unë i përdor ndonjëherë edhe pse si kam të mia, ti kam nga shoqëria, për shembull, ai si ka fare, bën përshtypje prandaj. Po më thënë, s'mund t'i përdor në televizion tash ato se është çik ka rregulla. Se ai, po çale, ai fjalë nga jugu përdor gjithkohës. Përdor. Po ai përdor shumë për çep, pa qenë kështu nga këthe nga Përmeti sigurisht me. Era boss na Berati se si pe. Ka tash për me unë ku njerëzit nuk e di kur i bie Përmeti, vetëm klarinetën atëre nuk e di çfarë ndjoj. Po kanë edhe klarinetën edhe këto pijet me kështu me dollira. Po. Më se kjo dollira tash ku një skraparin aty afër pyet Limet, ko tash di. Po kompleto skrapar Përmeti çfarë ato të fikin derën me dollira. Unë s'kam rastisur në fakt në ndonjë event dollish. Jam që kurios, edhe me frikë. Ku do bëjmë dasëm ne? Po, me të dasëm. Do bëjmë dolli. Domethënë, se dita shi sa
ekzistojnë apo jo akoma këto që është Dolly Bashi dhe që janë kështu me Ore, nuk e di se me Ahmad aty jep përshtypje si njëri që nuk merresh shumë me këto social media, domethënë edhe që nuk i ke shumë njerëz të merresh me këto, po ka vënë në për TikTok nga që futem rrezikë kohës se ti jam çik interaktiv për ato video të shkurtra. Ke disa kanë filluar plak edhe çuna të rinj, 18 vjeç, 17 vjeç me ISO, me gjëra, me Dolly, domethënë i nxjerrin edhe këta që i bëjnë video, ca i bëjnë video si ato mamat që i bëjnë video djalit, të tjerë që i bëjnë si është një këngë për shkakun që është shumë e vjetër edhe kur i bëhet qefi që këndon të rinj edhe e nxjerrin kështu. Domethënë është gjë e bukur vërtet, ka filluar. Pas kanë dalë mua ato video kështu. S'ka ti dërgon vllai, çallë ke. Dërgoj 2 unë pastaj një javë vetëm ato do të dalin. Po ku janë në TikTok apo në Instagram, ku janë më shumë? Në TikTok janë më shumë normalisht. Në TikTok se shqiptarët ato janë. Në TikTok ka cica edhe kështu me ato Dolly. Po tash gjua vetë atje ku thën dhëmbit ai, kështu që. Jo, problematikat e shoqërisë. Problematikat e shoqërisë. Ju e keni bërë eksperimentit me cicat edhe ju ka funksionuar, kështu që ore, po këto të tjerat okay, nëse dia si quhet kjo pozicioni që keti te emisioni, si quheni ju? Jeni ç'a jeni ju? Skenarist. Skenarist edhe folës, ku diun. Folës. Dash unë nuk e di, ma mendja se mund ta kem dëgjuar shumica normalisht, se unë e kam shpërndaj edhe her pas here gjithmonë se më pëlqen goxha, domethënë, por që shiko, pa të bërë qefin edhe, po e heqim atë pjesën që bën ti, vetëm ata që bëjnë ata të tjerë, domethënë, është goxha interesante plak. Më pëlqen ajo sarkazm, ajo therja, kështu ajo tallja, domethënë me këto budalliqet që kemi ne me të gjitha ato vëmje politike. Pastaj ai ka pastaj kur fillon të merret ca probleme të mëdha botërore, për shembull që i prek 2-3 sekonda që ky tha këtë, po kishte thënë atë përpara që ja futi kot. Është më pëlqejnë zakonisht programe që të bëjnë të mendohesh çik vet. Ti rrofsh, faleminderit. Përpiqen, në çfarë të bën tash. Po bukur. Okej. E tham komedinë e përmendëm, emisionin e përmendëm. Njëri më ka thënë, ai më pafshi. Njëri më ka thënë që ti bie daullës valla. Po re daullëxhi. Domethënë daullëxhi Ramazan. Bajrami. Për daullëxhi ja pranoj vetë se kam goxha vite që merrem, prap jam shumë mbrapa se ç'mund të isha, se kam bërë shumë praktik. Po kam goxha vite që merrem, kam qenë në gjimnaz, më duket e fillova. E kam patur pasion që kur isha shumë i vogël. Gjithë gjimnasti, gjithë dallën gjimnasti, çaj një aristokrat. E gjeta në Korçë, se kishim pallat kulture në Korçë, është qyteti i kulturës Korça. Ne komunistët e drejtit që. Edhe aty kishim daullë, aty e fillova. Po daullës pse i thon bateri? Nuk mund të karikosh asnjë gjë me. Po kam përshtypjen që vjen nga kjo e ushtrisë, se bateri quhej këto ndarjet në grupe akudus. Jo garnizone shumë e madhe, po bateri quhen këto gjëra të ushtrisë. Ushtarët që rreshtohen që bëhen kështu në copëza. Bateri. Po ata që bëhen bashkë me mikrovalta shikot. Bateria telefonit olla, bateria. Ore, kemi nga ushtria, po le tash këta mbanin këta ushtarët mbanin daullë atëre që do të tremnin armikun. Daullë olla. Po, daullë. Atë daullë se në fakt mund të jetë të turke si fjalë se kam iden. Çka filloi tash le tash unë bësi jashtë kështu këtë mella. Po pse të gjitha turqja, pse mos janë tonat? Po daullë ku do të më vjen si fjalë tupan. Tupana po, tupana është më e lezetshme. Potato. Jo, po daullë tupana është shumë ndryshe tash që plus që këta të Kosovës i përdorin fjalë shqipe goxha më mirë se ne, sigur jemi. Ora tupana ato. Që i bie shumë bum. Po edhe baterisë tupana i thonë ata. A se di unë, nuk çdo gjë tupana kanë. Tupana, po i re është tupan. Po kur i fryn është fyll, çdo gjë. Po festival gajde. Po gajde është kështu e burr. Backpipe. Po. Ajo që na e kanë marrë skocezët. Na kanë marrë skocezët më. Po bravo. E kanë zhvilluar shumë më shumë se ne, po na e kanë marrë. Ne kanë marrë, po ashtu, se ashtu i thon ata atje, atë Albany, Sor Alba, ashtu, Skocia në gjuhën Gaelic ashtu quhet. Kështu janë shqiptar ata.
Ja që dola ta shqiptar. Normale që Sazanguri do ishte shumë krenar për mua tash. Ai përshëndesim Sazanin. për Sazanin. Lan kokën e namit. Ore. Gjëra çik vllai, gjëra tash. Më thuaj. Edhe tani si baterin që i bie je pjesë e grupit, i bie vetëm, i bie para se të flesh gjumë, më pëlqen se ke. Po, edhe vetëm i bie, po ralli bie vetëm. E nuk të shion vetëm. E do Robin që shoqërinë. Po, Jo, po Louis C.K. ka thënë më mirë ti biesh vetëm se sa ti biesh me të tjerë. Po, e pasi ndodhen ato që ndodhen, tha merr lej para se ti biesh, por edhe po morë lej. Mos i bie. Jo. Po që të kthehemi te muzika, domethënë. Se për të parat po flisni njerëz. Po pra. Unë tani jam në dy grupe, me Loz luaj me Aten edhe me Syrgjyn. Po si oligark, edhe me PD dhe me PS. Po tash normale duhen mbajtur mirë mohabet nga të gjitha anët. Po. Edhe me ata, po të shtyn shumë kur je në grup, ke shumë shtysë për të marrë me muzikë edhe me gjëra. Se kur je vetë sado sikur mërzitesh një çik. Çfarë muzikë konsimon ti personalisht, përveç kësaj që bën vetë, që luan vetë, domethënë për veten tënde, për shefin tënd, çfarë muzikë dëgjon? Po unë dëgjoj pak klasike, kot në këta që direkt dalin në klasike. Unë kur flej gjumë dëgjoj Moonlight Sonata të Beethoven. Më bën të ndihem vetë. Zakonisht i metalit jam. I metalit. Shumë rrallë ndryshoj, mund të dëgjoj. Nikel, duro alumin, çu ke? Mo këto kështu metalet e forta. Heavy metal apo kështu death metal. Në blues, në një nga këto jazzrat e pranueshme që janë çik me ritmik, se këto jazzrat janë kështu si që do shumë nerva dhe mend ti kuptosh, këto nuk si u futen dot aq thellë. Ore, unë nuk jam i asaj shije, domethënë që të filloj ta kërkoj vetë, por kur më del i dëgjojnë edhe këto heavy metal për shembull e pranueshme është drejt diku, metal është e shijueshme madje. Unë kam te projekti i tretë që kam pasur, kam punuar bashkë me inxhinier, që ai dëgjonte vetëm death metal. Edhe kur korrigjonte faturat ai, nga që donte të fokusoj, kishte një nga ato JBL, si ata kalamajt 15 vjeçar, domethënë, e vinë te kontenier atje dhe ja fuzat saj. Ato plako ndale ekzorcizmi vllai, na sjellësh në YouTube. Ajo që duhet të vriten çik veshin me këto gjëra, se edhe unë në fillim këtë dethin nuk e konsideroj fare, domethënë këto janë kështu gjëra kot, nuk ka lidhje me mua, po pastaj me kalimin e kohës u poqa në atmosferën death. Çdo ditë më shumë largohesh nga Krishti, e morën vesh, s'ka problem. Megjithëse weirdly enough kam dëgjuar shumë këngë heavy metal, domethënë që flasin kështu për religjon në kuptimin e mirë, domethënë. Po, janë këto që janë metali kristian. Po. Që s'ka pik kuptimi, po, hajde. Ama tash po nuk bën si keq edhe të këndosh ai më do mua edhe unë kam në zemrën time ka vend vetëm për Jezusin edhe të kërcas bateria dhe kitara shumë me distortion edhe me. Ja, po ti e gjykuar si tash. Pse mos e kërcas si bateria? Po se nuk kërcet me atë lloj teksti, jo tash ç'është kjo shpirti im është i lirë nga ato gjëra kështu. Por po Zoti është kudo valla. Zoti është metal, Zoti është në ameno, është në aleluja. Në metal mund të jetë, po është që e kundërshton këto rregullat e Zotit. Pra ja që klisheja ka të drejtë, ju jeni gjithë sadista. Po klisheja, cila klishe thua ti që jemi në vitet 60, 70, domethënë 80 ajo filloi që këto gjithë grupet e metalit ishin devil worshippers, shumë satanistave, po. Po. Po shiko, është puna që kur e kundërshton një gjë, do direkt është puna me partisë. Po të shash PD-n të bëjnë socialist, po të shash PS-n të bëjnë demokrat. Domethënë se ti e kundër diçka nuk do të thotë që je patjetër me atë krahun tjetër. Po mirë, po unë s'kam dëgjuar ndonjëherë që çani në këngët metal të shahet djalli, përveç këtyre Christian metal. Po djalli nuk ka vënë, jo, po djalli nuk është ka caktuar në një ligj se si duhet të jetosh. Prandaj nuk e shan njeriu, se për djalli nuk i plas njeriu, se nuk të vjen djalli të thotë ose më beso mua ose do digjesh në zjarr, gjëra të tilla.
djalli thjesht ekziston, nuk ekziston normalisht. Përderisa se ekziston Zoti, nuk ekziston as djalli. The ekziston tash. Le. Po jo, domethënë ekziston në mendjet tona, thjesht si qenie që duhet ta kemi frikë. Po po ta mendosh mirë, nuk ka asnjë rregull që thuhet që e ka vënë djalli, që mos e që bëje këtë se e thot djalli, ose mos e bëj këtë se e thot djalli. Po është antirregulli, është yangu. Po pra, po djalli nuk ka satanaj, domethënë i bie që nuk ka pikë. Çfarë fjalë është? Të ndeti me i qiri. Po nuk ka asnjë ndikim në jetën tona, domethënë me rregulla apo me qëndrime. Kurse Zoti s'të lera ti jetosh, bëj këtë, bëj atë, mos bëj këtë, mos bëj atë. Tash i dalë se kemi edhe punë të tjera, nuk jemi gjithkohës me rregulla. Gjithmonë kohë për Zotin. Do të gjetë gjithmonë kohë. Po pra, se me që ai nuk harroi të na zgjojë në mëngjes, ne nuk duhet të harrojmë ta zgjojmë në darkë. Po pse jo? Në fakt ashtu marrëdhënia është. Ore, do të i vemi s'na hartur, atë zgjojnë mëngjes ai, do i beshim, do vesh kishte edhe s'na i lekë, kupton na një, kupton na një prift, do sakrifikosh në një fëmijë të priftërin, se do shfryet ai shkreti, një ku do ta gjej. Drejtë se po punojnë lodhen. Lodhen. Është ai gjithaj dumi, gjithaj volumi që mblidhet atje. Ku më mirë se sa një dialog. Sa bën kuptoj shumë mirë, të kuptoj shumë mirë. Ore, po ti çfarë bën jetë? Ore, lere me mua mirë është ti. Me që mere më? Unë tani kam zbritur nga qielli. Unë isha e takova një lartë, tani po merrem me ty që në ke dalë nga udhë e Zotit që i bie baterisë me këngët e djallit, po riteshi. Ta konsumojmë në qytet, se unë i vesh i kam vërtet shumë për zemër prezantime dhe shpalotin e karakterit. Ja, i thamë i bie baterisë, më me dy grupe, formoni këngët tuaja. Unë kam dëgjuar disa, domethënë, po është pak e vështirë për mua që të them që më pëlqejnë. Nuk kam eksperiencën as le të themi, nuk kam kapacitetin për ta vlerësuar, kështu që. Ora thjesht të pëlqejnë, pse do të kesh kapacitet, është çështje shihesh. Jo, po 1 2 3 për shembull nuk ka gjë, mund të dëgjoj, por që nuk është se kam bërë ndonjë playlist. Këtu aty do ndalem, do i të dëgjoj tash metal. Në zgënjeve këtu më fal. Po. Tash çfarë do bëjmë? E presim, s'ka gjë. Po tjetër çfarë bën? Po çape nga ana profesionale me këto me skenare në këtë show. Çfarë s'po them çfarë gjë bën shtëpi, nga ana çfarë bën, domethënë çfarë merresh? Po ja, kështu në për këto bëj edhe nga këto përveç emisioneve televizive bëj një skenar filmik me këta që kanë mundësi t'i bëjnë, domethënë, siç kanë bërë këto skenare për Ermal Mamaqin për shembull. Shumë mirë. Po nuk e di jam këtu, seriozisht. Po kam bërë atë dy gisht mjalt që ka bërë filmin e dytaj, se i pari ishte Femrat. Po. Tash film limonad, ishte komedi kështu e lehtë, pa ndonjë, domethënë nuk është se pati shumë kështu kundërshtime apo sharje apo ku diun që nga na del ky Ermal Mamaqi na bën filma kështu, po lejo të bëj filma sikur po bën ai ndonjë. Domethënë, më sa ajo është kulla, ata thonë që pse po bën këtë bëj e tillë, nëse s'pëlqen ajo aty, bëj vetëm mirë. Po sikur ngeli kinematografia tash te emri i njërit apo te i tjetrit. Domethënë edhe këta që shajnë këta Drilon Hoxha, çfarë janë këta tipat kështu për shembull. Çfarë ka Drilon Hoxha? Po i ka filmat të Qesharako, po prap le ti bëj shumë mirë, përderisa i arrin ti bëj aty. Ore zotëri, ty s'ka njëri që të sprodhoj filma. Mirë ai që nga Qesharak, ata që s'janë Qesharaku janë. Pastaj edhe nuk është se kanë ndonjë pretendim, domethënë unë s'e kam dëgjuar ndonjë atë Drilonin me që e përmendëm, të dalë të thotë që unë jam filma bërë të më i mirë në Shqipëri dhe kështu s'kam dëgjuar të kenë ndonjë pretendim për shembull të. Jo, ma ashtu është i mirë, nuk është i keq, ashtu është i thjeshtë, domethënë. Po ta vëzhgojmë për intervista, nuk është se hapet shumë, domethënë. Thjesht mundohet ta provoj. Është, ka nuk e di. Mbas e ka ndonjë me Ilmet. Po që gjithsesi filmografia në Shqipëri është dobët. Përveç sa filmave me metrazh të shkurtër që dalin këtu në për këto festivalet e filmave që sikur marrin edhe çmime. Ishte një tani që kishte marrë çmim që sigurisht që e harrova emrin, po që ishte dalë mirë. Shumë ke ti edhe me memorie më plak do të hash më shumë bajame, edhe peshk. Po tash ishte edhe mosha, po peshk apo pres të vijë Jezusit në atë peshk, tash çfarë të bëjmë? Me këtë mendjen që ke ti, Jezusi as nuk e kthe kokën fare nga aty. Bile edhe kur të vi do zbresi mbi trupin tënd. Na. Ti më the mua aty e live.
Por apo se Edhe kështu. ideja është mua nuk më pëlqen kjo, domethënë shko. Filmat e atyre, domethënë të japin një farë ndjesie të mirë. Un kam parë nga të filmat e Erman Ramaçi, nuk e di se jam mbaj mend emrin. Kur më bëj për peshkun. Po të kesh patur ndjesit të mira atë që kam bërë unë ke parë për lere. Atë, okay. Atë e kemi parë. Por, çfarë po thoshim? Është një çik sëmundje njerëzore kjo, kur e kupton që merr bën një gjë një njerëz, domethënë fillon në merre sa aty, au, iu, bam, bum, jo. Edhe kritika duhet, domethënë, po nuk ka një kritik kështu zyrtare të paktën për artin në Shqipëri, se duhet një kritik që të dalë një rob i ditur edhe që ka një uri për to, se për këtë kritikën botërore edhe në fakt i shajnë këtu që jo kritikët bëjnë zdinë. Mirë po sado e sjellin çik situatën i japin. Jo, bes, po ka edhe ca absurditete andej, për shembull, nuk ka që janë kritik full time. E kupton, janë kritik restoranti vëlla. E kupton, ai kritik vetëm ai që bën ai bën atë, ja shkruan atij, ja thot atij që ta nxjerrim këto kështu apo do rregullohemi bashkë. Po pra, po tash ai restoranti duhet të ketë çik frikë kur nxjerr ato lloj pjatash. Të shkosh në restorante këtu për shembull, ka restorante shumë të mira në Shqipëri, po ka edhe restorante skandaloze që e mbajnë veten kështu si kur janë elitare dhe por si bëhet një më falo bes, si bëhet një njeri kritik restoranti full time. Po ha shumë shpesh në për restorante dhe merr vesh nga bardër profesional. Mos u ngopshi. Njerëz në Afrikë s'kan ta hanë, ju ikni në restorant me restorant, ata janë në metro. Po duhet të ketë tash ndonjë kështu. Nga ato cilësimet që është mishi 44 gradë, unë të thash që e doja 43 gradë, çfarë këto ku diun. Po pse e termometrin në xhep ka ajella, po te ta normal atë shi. Më imagjino të shikosh sa psikopat mund duket vesh termometrin mishin. Shoku paguesh mirë. Kur merr leka, ndryshon puna. Me qira fjalët e lekat tek i sati milion jeni për momentin me podcastin. Po shiko, se është një çik komplekse. Na Toyota Yaris, na i ne nuk e bëjmë për lekë, e bëjmë për pasion. Super podcast lako. Edhe vërtet ju përgëzoj. Normalisht siç e kanë thënë çunave ta them dhe të hapur pasi normalisht ishte edhe personi i parë në fakt nga le të themi figurat publike shqiptare që kam takuar, që kam kontaktuar, edhe që më është përgjigjur dhe ke shpërndarë Buçi podcast atëherë, edhe të falenderoj nga zemra. Po çfarë thua? Domethënë ti ke qenë nga të parët edhe ti që ke filluar podcastin, domethënë në aso kohë se tani ka filluar, më vjen goxha mirë që është futur në Po tash janë bërë shumë, tani janë bërë goxha, domethënë ka material për çfarë lloj gjëje të doj qefi ty. Dhe kjo është gjë e mirë, është ajo gjëja që ju e keni thënë gjithmonë her pas here, domethënë që ka lezet që duhet të nxjerrit volum që të ndash pastaj shapin nga sheqeri që të dalë edhe një çik. Se ka pasur edhe shumë të tjera për shembull që kanë dalë për një farë kohë, për shembull kanë nxjerrë një 3-4 cop, 10 cop, 15 dhe kanë lënë për shembull etj. Po që përgjithsisht është gjë e mirë. Mua më pëlqen më shumë fakti që njerëz normal si puna ime që nuk besoj se kam ndonjë gjë ndryshe nga një pjesë dërmuese e shoqërisë, domethënë me marrim mundimin flasim për gjëra që interesojnë. Jo, është ideja është mos bëj se këto arrogancrat edhe këto që se ne nuk dalim kështu të themi që ne kemi të drejtë edhe pikë. Thjesht japim një mendim ashtu siç me aq trusa kemi, kështu e mendojmë edhe kaq domethënë. Po mendja se ajo është edhe arsyeja për cilën njerëzit dëgjojnë, kurse duan të shikojnë edhe kur bëhet një gabim, edhe se si e mendon, tani gjitha nuk mund të dish. Prandaj do të përzihesh me të gjithë, do të flasësh të gjitha, ta shpalosësh një mendimin, e kupton sa saktë ke, sa gabime ke, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Se janë ka pasion filtruar shumë kjo. Po kanë dyshon nga televizioni në podcast, kanë përtimin, prandaj dhe podcasti ka ecur kaq shumë si format, se në televizion të gjithë që dalin duket kështu sikur janë të përkryer dhe ata kanë të drejtë dhe nuk preken edhe më the të tash. Kurse në të podcastit jemi njerëz të thjeshtë. Ne jemi mirë, ne jemi të mirë. Ata të tjerët. Ne kundër atyre. Si jeni bërë? E ka thënë një herë Andi, po nuk është futur në aq detaje sa do ja. Po unë kisha kohë në fakt se edhe para se ta filloj me Andin, që kisha bërë 2 tentativa për podcast, se që kur shikoja Joe Rogan atëherë që në fillim. Domethënë jam bërë me
e kam bërë si bisedë me 2-3 të tjerë, kështu që bëjmë një podcast, po ndër vite domethënë mund të kenë pasur 2-3 vite dhe unë një moment e lash fare si ide se e pashës po gjeja domethënë as njeriu e duhur, as atmosferën e duhur për s'po ndodhte domethënë. Edhe kot nga hiç u kujtohet Andi një ditë, ore do bëjmë një podcast bashkë në po ti foloj tash nuk kam. Po ti ku pas ke gjen? Po ne kemi gjithë të kohë që jemi shok bashkë dhe kot, domethënë ai ishte incentivuesi për këtë podcastin ton. Edhe ja do ta bëjmë sot, ta bëjmë nesër, pastaj plasi pandemia. Po, edhe Edhe na nderoi se tham hajde fillojmë kështu me live Instagrami domethënë që se nuk rinim nuk na lejonte shteti që të rinim bashkë në një studio. Kështu që u desh të siç kam qef të shprehem, domethënë duhet të vdisin ca miliona njerëz që ne të bënim një podcast. Gjëja më e bukur. Do të fertilizohet toka që të mbi bari, normalisht. Jemi ngritur mbi vdekje. Po pra, mbi heshtra, mbi gjak. Edhe pastaj kështu eci pastaj. Bukur, shumë bukur fare. Ishte edhe unë ashtu pak a shumë, nuk kisha kohë që kisha bërë ca regjistrime përpara vet. Kisha bërë solo kështu alla Rand Bill Burr, domethënë, po nuk isha. Kisha ca kështu, mbajmë atë ndiri her pas here nga një copë kështu me ato i kam filluar prap ato të voglat, po përpara se të nisja buçi nuk kam për diçka vetëm atë lloj formati, me format gjatë, domethënë, po nuk e ndjeja vetë, siç e thua ti domethënë, që se ndjen veten aty ku do, nuk të pëlqen edhe nuk e bëra, e stopova për një vit e ca. Pastaj kur doli thjesht me një djalë që jetonim më afër njëri tjetrit atëherë, domethënë, ai muhabeti keq fare, domethënë. Ishit dy atëherë. Pikërisht, kur nisëm ishin dy, thjesht njeriu kur i bën 1-2 domethënë shikon që ka stiklet, ka turp, e këton çik presion, kështu se bie. Domethënë jeni zënë domethënë. Jo, do ishte mirë të ishim zënë. Se të ishim zënë do ishte thjesht nuk i pëlqeu si formati, dukej shumë publike domethënë, nuk i kishte qef atë gjithë ato vëmendjen që u kthye së mos ku filluan ato DM-et, komentet për shembull atëre nuk i ngjiste ajo gjë për shembull. Fama është e vështirë, nuk Po fama. Fama po. Na marri murtur nga presidenti, nga Bajrami, gëzuar Bajrami. Po. Po që plako ndryshime pafund, që atëherë domethënë më mend si ka filluar, si eci, si ngeci, si filloi prapë domethënë ndryshim goxha i madh. Edhe shumë të ftuarit si e fillove ti. Me të ftuarit e kam në momentin që në fillim ne u larguam, domethënë që nuk do të bënim më bashkë, më bëra një 2 vetë dhe pash që nuk e kisha kapacitetin mjaftueshëm akoma për të bërë atë lloj gjëje dhe mora në fillim me shok të tjerë, domethënë 2-3 me njërin, 2-3 me tjetrin, edhe ata i zuri turpi, edhe pastaj edhe një 2 vetë të tjerë. Pastaj me kështu në Instagram, domethënë kur ata njerëz që komentojnë, domethënë më ka pas dërguar për shembull një gocë që kishte cikletë të dilte, ka dërguar një letër dhe unë kam lexuar letrën edhe kam bërë muhabet me veten time në atë kohë, domethënë duke lexuar letrën e asaj, duke munduar si çfarë. Po. Gjëra domethënë surreale kur i mendon tash domethënë kështu. Jo. Janë eksperjenca të gjitha. Po, kurse te grupi Lolita pastaj një nga administratorët e grupit Lolita kishte parë një nga këto monologët që unë kisha bërë, është ajo ku kemi mbetur atë diçka e tij që për imigracionin e një gjë tjetër. Edhe kishte shpërndarë, kishte pëlqyer shumë. Për të arsye më fton një herë nga ato space-at që ata bënin domethënë dhe që atëherë gjysmë rregullt atje domethënë më ftojnë her pas here për të folur. U lidhën me këta, më futën në grupin e tyre, më pranuan, e kupton, më lidhen me njerëz etj. Edhe e ftuara e parë që del Alisa Bravo, që është një gazetare nga Tirana, po që ushtron profesionin në Kosovë, domethënë. Në atë kohë sa doli dhe Riverside, platforma ku jemi tani, domethënë, që ofronte pas një lloj budallie, futun Zoom, shkakoje, bëje këto procesimet vllai është zero. Domethënë, më kushtojnë shumë kohë, domethënë. Sa kishte dalë thash do ta provojmë. Direkt do ta provojmë domethënë si del. Edhe vajti mirë, u pëlqye, u prit mirë domethënë, duke edhe në angazhim, edhe në shifra etj. Thash që do mundohem që ta mbaj kështu. Edhe ashtu filloi asaj. Bëra një 2.
Pikërisht, unë bëra thjesht 2 të tjerë që kam bërë me Z, edhe jam munduar pastaj që çdo tjetër që është vetëm Z, e kam bërë ose në Twitter Space, që është ajo le të themi rubrika hapësirë publike, ose ajo tjetra për shkakun që s'ka shumë episode as pak trendi që janë gjëra kështu të vogla dhe jo shumë të rëndësishme domethënë. Deri tani plaku ka ecur goxha mirë. Pa ta një kulm që nuk e di, domethënë atje tek nga episodi me Enean që vajte diku tek 6K, domethënë ti pati një lart fare në moment domethënë. Po është Enea. shpreh Enea e di pse ishte më e çuditshme nga të gjitha. Se nga ana teknike ai është episodi më i keq i mund. Ai ndërprerje zëri me vonesë domethënë çdo lloj gjë tjetër, po si duket interesi ishte aty dhe eci shumë mirë për pak një kohë. Nga vështirësia del Normalisht. Po që e si biznesi u ngrit, u ul prapë derisa të gjej atë trajektoren e vet domethënë, po që deri tani është mirë, më pëlqen se komuniteti i vogël goxha i vogël që kam krijuar, domethënë është vërtet fillojmë bëjmë debate me njerëz në DM do jo po pse e the ti kështu, po ti pse e the kështu. Edhe mua ajo më kënaq plak, se unë nuk dua të jem unë sakt, unë thjesht dua të debatoj se ta di se çfarë është. Dua thjesht ta marrni vesh atë. Jo, më kënaq më shumë kur më thon jeni të mëdhenj, jeni kështu ashtu. Po. Po të mëdhenj mos e kanë për mburin. Në moshë. Ja më në moshë e kemi mbaruar fare. Pse apo në moshë kemi mbaruar fare, po ti si sa je? Ti ça 32. Sa je vërtet? 38. Mirë, ja me 5 vite ka bërë. Po mirë. Të mëdhenj. Edhe si për të bësi ata. Me vite lepur jemi goxha lart, kështu që nuk krahasohemi. Ndryshimi 10 vite ça janë, por asnjë brez nuk quhet ça. Quhet i brez jo, si. Në fakt brezat kështu me 10 që janë si quhet ky brez i ri për shembull. Ku ti thuhet brez i ri? Me 10 janë të rinj, ku dëgjon? Po mirë të rinj. Ata që janë ne. E ke marrë që këta brezat e rinj janë gjithmonë kështu sa, domethënë ka qenë kur ishim ne të rinj, ne ishim brez i ri që ishim më budallent, ku diu më të trashët më si cila fjalë i bie tash se. Po. Çyryk. Pastaj kur u ritëm ne që u bëm 20-30, pastaj ishte brezi poshtë nes që këta janë shumë keq o plak. Po ashtu vjen ndërmira vetja. Po çdo brez ka menduar që brezi që vjen është më budalla se sa im përpara. E ke parasysh çdo brez i ri pastaj mendon që çdo gjë do përmbyset. E ke parasysh si me të gjitha. Budalla. Aman. Kreta tonë. Këta brezeri janë keq, janë shumë keq ta brezeri. Tashi, nga njerëzit tani tek nga Instagrami, nga grupet, nga grupi në WhatsApp-it, domethënë që kemi grupe, kemi mbledhur pyetësorin prapë. Kemi bërë po, do përgjigjet e lejueshme do të jenë të shpejta dhe mund të përgjigjesh ose vetja, ose Andi, ose Enea. Këto 3 përgjigje mund të japësh. Ua. Okej. Pa hajde. Cili është më shumë për tac? Vetja. Si bën tash. Pa ashtu vërtet. Cili e merr nismën për më shumë regjistrime? Të besoj Andi. Cili anullon më shumë regjistrim? Besoj unë. Cili tërheq? Ti je po si dhe si Jezusi tash, po i merr gjitha mëkatet mbi veten. Cili tërheq më shumë dëgjues? Po tash shikoj, podcasti është një po pse nuk thoj dot një emër? Jo po tu kseri si me gojën. Enea, ti të ka shpërthyer ty. Po. Cili bën më shumë reklam? Ku kemi reklam, ne çfarë reklam? Por cili bën më aq ta keni valla. Po asnjë, s'kemi, është më s'kemi fare. Mirë. Kur s'kemi do bëjmë të trenjtoj pastaj se leku tash. Po, leku. Cili beson më shumë në Zot? Enea. Cili gjen më shumë tema për të folur? Të tregje më nuk kushtë mundet. Kur ti je aftë, nuk është të kemi kështu. Po. Cili do më shumë Saliu? Enea. Apo besoj se Enea po.
Po. Cilë jetë do e bëj Shqipërinë? Çfarë ishte? Kush do e bëj Shqipërinë valla? Kush do të bëjë nga në të tre Shqipërinë? Po, kur të ikim në emigracion do ta vëmë me pen nga po, asnjëri do e bëj, Shqipëria njësoj të ngjelet gjithmonë nuk. Cili do e fiton të Big Brother? Sa, pritse e bëra shumë të trishtë këtë Shqipëria E bëre, na gropose fare, me nësë do bëhet asnjëherë, hajde, okej, ju nuk pafshim. Jo se do bëhet, po që do ngelet siç është. Ne ma nëse kot mos i futemi. Zot. Cili do e fiton të Big Brother? Andi bese. Edhe funit, cili ti pëlqej më shumë misrat e pjekur? Misrat e pjekur. Mua jo. Po nuk e kemi, se kemi folur ndonjëherë që ore, hajde të mblidhemi diskutojmë çik për misrat e pjekur, kush e ka. Po duhet t'i njohësh tash, duhet t'i njohësh the man in struggle. Duhet ta njohësh baterinë tënde më, ja, urdhë, duhet ta njohësh baterinë tënde. Po do ta flasim se në fakt pastaj kam edhe regjistrim me çuna që do bëjmë podcastin e parë të sezonit. Se kemi dalë sezonin tash. Sezon e zhytja kot, nga që kishim kaq kohë pa bërë dhe tash miq do fillojmë, quhet sezoni i ri. Ja, Ma nuk është ishte me pushime keni munguar keq fare, na keni bezdicur. Ma po vape madhe tash nuk. Ma në po ide se nuk do më ngresh tas me miell. Podcast do bëj. Po mirë, po tash njeriu kishim nevojë për një shkëputje, për një donim hapësirë nga njëri tjetri. Po donim. Bes, po ça të bezdis të kohët e fundit, si e ndjen vetëm? Sigaria më bezdis keq fare, na mbyte me atë. Ja, më buri dhe. E shikon çfarë humori bëra, shumë lashtë, ha? Si Adriano Celentano në kohë të vet. Këta ku ke cigare, no? Pa kohë, po bëjmë, në fakt, një vite, ca 2 vite. E kam pas, më përpara kam pas ndes një 2 herë kështu, po rrugës, e kam bërë, e kam shpeshtuar një çik tash do me thënë si e kam bërë më shumë si vestë kur jam në podcast, se ditës nuk është se kam të rregullt, e kupton? Ne ma i vesi ai është që është më shumë si shtyje kohe se sa pikërisht pirje. Po që atë e ke filluar kur të bëhet ves, aty e ke ngrënë peshkun e Jezusit. Po. Ai është peshku i djallit, është Luciferi. Po. Gjithë ato të qijat i ha djallin. Po tash mos njëri tjetri melkën do ma marr thaj. Jo, njëri duhet ta marrë po. Po një 10 vjeçar duhet ta pish cigarin që të sëmurësh që jo, pretendoj ta heq fare, kështu në të ardhmen e afërt, thënë drejtën. Unë kam 4 vite që e kam lënë edhe jam. Si e ndje veten? Shumë mirë. Nuk e ndje veten gay? Jo, gay e ndjej kur shkoj me meshkuj, zakonisht. Jo nga cigaria. Kurse nga cigaria kam ndjer. Jo, jam ndjer mirë kur e lash cigaren. E ndjeja që kur një gjithë shkallë që s'më merrej fryma. E jo, se në atë grad nuk jemi. Në atë grad. Aty do shkosh pa merak ç'keti. Shiko, okay. Në podcastin tjetër që do flasim bashk. Okej, mami, në rregull. Jo, po duhet të thënë sa gjë. Po sa na thuash ndonjë gjë nga bërëqësia shqiptare? Çfarë do bëjmë në një muhabet? Do qajmë në një hall, do rregullojmë në një gjë. Te ti e nisi çfarja futem me tolla, s'bëhet Shqipëria thash. E un kota shi çat pyes. Jo, mos po s'bëhet se po ikin të gjithë, s'kan ngelur me njëri. Më kanë ngelur po që po të ikin në azut këmbë, ai që kanë nisur po të ikin do ikin. Është puna që është shumë e fuqishme politika, domethënë imagjinoj hapën podcastin me Bashën. Domethënë kur ndodhin këto gjëra e kupton se sa jo i paaftër, por se sa nuk ke asnjë lloj mundësie për të bërë ndonjë ndryshim. Nuk është se jemi përpikur dhe shumë tash le ta themi atë që është, po që ajo është. Po ore, tash perceptimi i publikut, se po flasim kështu i popullit më mirë. Perceptimi i sovranit dihet që këtë X person marrin Bashën me që është shumë i momentit, nuk e do plak, domethënë nuk ka njerëz që e do atë, nuk e do as partia e vet. Domethënë është shumë e qartë që ai njeriu nuk duhet të ishte atje ku është.
E bes, po nuk e Ose mendon kudo. për zotin që ne kemi ngecur në çik në këtë mentalitetin komunist, domethënë shiko, ana e ke që duhet edhe ta kuptojmë politikanin deri diku. Politikani nga që është figurë publike, është e thjeshtë i biesh, është shumë e thjeshtë i biesh valla. Ke parasysh? Se është aty, domethënë ja Po, tregon me gish direkt, ja vë fajin po i bie, direkt. edhe nuk është se i bie njeriu, se kush i bie kujt? Kujt se e shave diku në një emision apo nuk është e rënë ose aty nuk i ndikon fare, nuk Pra i atë po flas fare. them, po për atë po them valla, për opinionin e atë siç flasin njerëzit, për atë lloj rënie po Ose them, se ishin- si ishin bie edhe njeriu këta- e dim. Se mbajmë në para ca kohësh, edhe këta dhe ke pasur të ftuar të Arlindin Qorin, Po. që dolën i thoshin atij Arben Ahmetaj tajdut aty para parlamentit. Po ja i the. Ja i the. Ku është Arben Ahmetaj sot? Nuk e dim. Nuk e dim. Thonë që e kanë Po, e vëzhguar diku, po që Po shijon jetën ande nga është. tash ka punuar për ato dita tash, mos u bëj kështu ti. Mirë. Jo, edhe ata mirë bën që dalin ore që i thoshin ai se duket sikur bëjmë kritikë i madh i këtyre gjërave kot po. Gjithsesi nuk ka një lëvizje që të jetë çik më egër, ku diun, duhet një çik vrullë dhe një çik aksion. Ka do dalë drejt i klapa e ka thënë. Te çiko tash. Aha. Se më thënë, përveç këtyre jo me Sorosin jo çfarë këto, që pak a shumë të gjithë kanë qenë çik të futur se do po more me politika po me këto gjëra do të bjerë rada të jesh pjesë e shoqërisë të hapur apo domethënë se thuhet për të gjithë ky me Soron ai me Sorosin. Sorosi është shumë prezent kudo, kështu që do të bjerë rada të jesh. Po gjithsesi unë kam qenë në një 2 a 3 nga ato protestat e Adriatikut. Se kështu quhen tash protestat e Adriatikut. Të tikut. Të tikut edhe ishin shumë të dopta plak, domethënë ishin kështu kur u rit çmimi i bukës dhe i naftës, ishin domethënë dilte ky ose përfaqësuesit e protestës, donë të jetë nafta e shtrenjtë, jo. Ju pëlqen buka e shtrenjtë, jo. Edhe ikin pastaj. Unë të me thënë drejt, bes, edhe nuk e fshej se e kam thënë dhe herë të tjera dhe hapur edhe në podcast, po edhe rreth miqësor. Domethënë mua si karakter ai më pëlqen. Nga ana pragmatiste, domethënë kur e shikon Mo pëlqen ti pamje më shumë ai se kështu. Kur po ta analizosh gjithë situatën si një ekuacion, domethënë, edhe le të themi siç është vendi bëhet dhe ku vendi, domethënë, edhe në qoftë se do kishte një lloj mënyre si do funksiononte me atë lloj mënyre, por se duan njerëzit një çik atë fërkimin mbas patllave, domethënë që se keti fajin, po e kanë këta fajin, e ke parasysh etj etj. Deri diku funksionon ai populizmi. Po tani ja ta shikojmë se e ka thënë që do filloj tash, kur të fillojnë në tetor, në nëntor kur e ka lënë. Ai populizmi funksionon në TikTok që i shpërndajnë videot dhe ja shiko sa i matë është ky edhe sa bukur flet edhe se flet bukur në studiot e televizioneve ku shkon, po njerëzit nuk duan, domethënë duket sikur duan atë gjën që është një njerëz që thot sa të vërteta e gjasme, po në të vërtetë njerëzit duan një lider tamam, tash ai strategjia e fitoi Trumpi ashtu fitoi, se është një çik egzagerim idiot, po që Trumpi nuk ishte populist, Trumpi ishte o zemra, Trumpi thoshte gjëra që dijeshin, që nuk i thoshte njëri, po që dijeshin që ishin të mirë qenë, që nuk i donte asnjëri. Ashtu fitoi. Po, dakor, po ama e kishte këtë të liderit që i priste gjërat me thike dhe atë që donte ai ajo bëhej. Pavarësisht se mund të ishte idiotësi apo gomarllëk apo gabim, atë që donte ai bëhej ajo dhe e bënte. Edhe njerëzit ndiqen shumë domethënë këtë shikojnë liderin, ky që bën gjëra, kurse Adriatiku me çfarë tash që ka filluar po del tani. E pyetën në një nga ato intervista që si do ti gjesh lekët edhe mbështetjen financiare apo për të zhvilluar këtë lëvizjen. Edhe ky ishte me idenë që ne do mbështetemi nga njerëzit me këto donacione, me kështu me GoFundMe, për mua tregon dobësi kjo gjë, domethënë nuk është lider ai që thotë më jepni ca lekë tash që të mbështetem unë te ju. Pavarësisht ai i ka gjetur lekët nga Sorosi, po letesh. Po gjithsesi kështu si perceptim mua merret si njëri i dobët ky që thotë që më jepni lekë ju që të bëjmë televizionin tonë që të lëvizim ne. Po plak çfarë mendimi ke ti për Sorosin? E parafare si Soros si individ vet, por edhe si sorosizëm, si gjë. Po si individ. Ku diun se domethënë gjithmonë ai shikohet kështu si përbindesh, po tash po tulesh ndoshta në tavolinë me atë të bësh muhabet, ndoshta ai mund të mendojë që e ka mirë, ai po e bën për të mirën
e planetit. Ato se vë në dyshim mund që ai nga vetja e mendon se e ka mirë, po ideja është që Po pra, nuk do të thënë automatikisht që ai ka drejt. plus që shiko, domethënë ai është kjo shoqëria e hapur është aq e fuqizuar dhe është aq e përhapur, i ka tentakulat aq të futura thellë në të gjitha hallkat e qeverisë dhe të çdo institucioni, sa që tash ajo funksionon vetë, domethënë edhe njerëzit që futen atje, domethënë se thuhet Sorosi, po edhe njerëzit që janë atje tash njerëz janë, kanë edhe ata mendimet e veta, funksionojnë edhe ata në shoqëri, domethënë nuk mund të thuash që e ka fajin Sorosi dhe kaq. Po mirë, po ideja është se po ta marrësh trash për shkakun me siç i diskutojnë këta jo për në TikTok, jo për në emisione që të tjera domethënë. Është e ndjeshme me amënia domethënë që ajo çfarë ai do të implementojë është një kështu, një neosocializëm, është një lloj komunizmi domethënë me këtë fasadën liberale domethënë, jo LGBT, jo por që e ke parasysh të implementohen merret prona nga shteti, të shpërndahen këto gjërat e tjera, domethënë kjo ne kemi ngrënë një peshkun e Luciferit nga ana. Jo, puna është që tash ata kanë dalë hapur, domethënë në 2030-ën, domethënë e gjen të shkruar të zezë mbi të bardhë planin e 2030-s të këtyre që është që ne nuk do kemi asgjë, po do jemi të lumtur. Kjo është kryefjala e të ardhmes. Po si duket kjo? Po si do më duket, mendoj nuk do kemi asgjë. Po do jemi të lumtur. Domethënë ne do jemi thjesht në dorën e këtyre për çdo gjë. Sklever. Po normal. Si punë, prandaj edhe po bëhen këto, jo po bie euroja, bie dollari, ne mburemi u ngrit leku. Nuk u ngrit leku plak, po luftojnë këto euro, dollar që janë këto valutat më të forta që të hiqet leku komplet nga tregu, se po hoq leku nga fizik, pastaj jem me kështu me të shtypur butonin të fik derën ai, siç i bëri Trudoja atyre të si u thon atyre truck drivers të maunëve, shoferë. Si thoni ju në Shqipëri këtyre, shoferëve. Shofer maune, shofer. Domethënë ata çu i luftuan. Një moment thaj, domethënë zgjadhi protesta ai shumë sa që ata i fikën këto llogarit bankare atyre. Po ato GoFundMe të gjëra. Më madhe. Po tash mendo ti mos kesh asnjë lek në dorë, të varesh vetëm nga karta që ke në xhep. Edhe ai një moment ta fik po të doj, edhe po ideja se shumë njerëz e marrin shumë thjesht këtë burë, kupton? E marrin si gjë që po do bëhet, pse ta luftojnë? Po në jetë ashtu do bëhet, do bëhet, pse të vijmë unë kundër ku mund të jenë pjesë e sistemit. Po, këtu ky është problemi që ka doli sistemi. Po edhe dihet që do ndodh kjo gjë, po të paktën të ndodh me ta dinë njerëzit që po ndodh edhe pse po ndodh. Kur e din ndoshta në një të ardhme një çik më tej mund të ketë edhe një farë reagimi më të fortë, se sa thjesht jeni dakord ju me ngritjen e çmimeve. Jo, si këto protestat që ndodhin kur vriten ose kur dënohen gratë që dalin gratë në protesta kundër. Për mendimin tim është gjëja më idiote, si kur dënohet një protestojnë kundër dhunës, domethënë dhuna është fenomen që është si të protestosh kundër shiut, ku diun, domethënë ajo ekziston si fenomen. Por jo vetëm që është si fenomen, por unë mendoj se ka arsye për të demonstruar kundër dhunës, sepse ta parashikon ligji plak, është dënueshme. Ti mos protesto kundër dhunës, ti protesto të vihet ligjin vend apo të vihet rendi. Po bëj protestë. Në momentin kur bëhet gjyqi për shembull, dil aty para gjykatës, edhe ose të jepet dënimi maksimal atij robit, ose jeni 2000 veta aty që keni dalë në protestë. Merre kape vara aty veta, ku diun. Jemi që ai reagim, jo të dash me tabela un e urej dhun, se nuk është. Mua më duket mbase shiko, shumë njerëz mendojnë që kjo funksionon, por nuk vërtet nuk mendoj se funksionon. Se është irracionale, por tash ti po i del një vërtet një buj ai i shketi po shet fara aty thoj jo, po ti e qaj mbi janë meshkujt janë kafsh. Shiko, kjo. Po çat bona më se dalin një negative pastaj. Jo, kjo funksionon, po funksionon vetëm për ata që dalin, se ju duket ja dolën me tash edhe e bëm diçka për shoqërinë apo për. Është trisht të burr, është trisht. E kupton tani sa mos respekt do të kesh për veten që do t'ia thosh dikush që kush është ai që duhet të di që mos e rrif gruan se është keq, plak, e kupton? Po mirë, me sa duket ka dhe ata që përbino tash. Po se marrim merr arën e kundër, pse ai që po rref gruan shkojta që nga keq.
sa budalla pas kam qenë, un kam kaq kohë kam bërë të shkretën cop. Ignorant. Por ju ku pas keni qenë? Se ja mora shpirtin për Vjesh merren telefone dhe thuaja që shiko se kështu. Është absurditet të burra. Ata duhet të vihet presion atyre që paguajnë për atë punë, gjykata, prokuror, policia, domethënë atyre duhet i bëhet presioni gjithkohë, se ata po marrin me lekë para fare, me nga taksat paguajnë gjithë ata. Ata i kanë në dorë, literalisht i kanë në dorë. Literalisht, apo? Mirë, shiko, e ke, nëse tani me aq histori sa Dino Bes, e kupton, kur i ka vajtur njeriu atje ku si mban më, domethënë nuk ka pasur asnjë lloj pushteti që e mban dot, e kupton. Edhe kjo World Economic të 2030 prandaj do funksionohet, do implementohet, do bëhet një ca vite e pastaj do fillojnë të ngrihen gjithë. Puna është këtë strategjinë që kanë ndjekur tash, po duken që goxha funksionale, se e kanë çuar njerëzimin në limite dhe prap s'është ka ndodhur ndonjë gjë, domethënë merre që nga pandemia. Po se kanë çuar në limite. Po kjo e pandemisë ishte shumë, jo, kjo për mua kjo e pandemisë ishte shumë kufi ekstreme, domethënë. Për ty o ishte tallje kjo kështu domethënë për po ishte për ty edhe për mua. Po ishte edhe për ty edhe për mua. Po për asaj njerëz që kanë puna të shpifura që filluan të merrin për shembull marrim rastin këtu, mbase Shqipëria është pak më ndryshe, është më le të themi më i brish si realitet. Po këtu ku ka gjë më të bukur në plaku, po punoj një muaj të tërë, do merrje sa do merrje, tani s'punon fare, do marr 60-70% asaj. Best fucking life ever. Po mirë, pa ata që i pushuan se nuk donin të bënin vaksinën apo donin të mbanin maska, apo moment që është puna implementimi i rregullave sipas shefit, se gjithmonë kur ka krizë futen rregullat e reja. Në momentin po individi ta bëri dhe atë më valla. Po normal ja. Po prandaj po them, domethënë kur ti fut, domethënë ky Rama nxori tanqet në rrugë atëherë, domethënë ka idiotizëm të madh, domethënë me justifikimin e krizës, e pandemisë, nxori tanqet në rrugë. Domethënë atëherë edhe nuk reagoi njeriu, pati. Kështu që atëherë mjafton të shpikësh një krizë të re, edhe shpikë edhe rregullat e reja, është shumë e thjeshtë gjë, edhe funksionoi. Pandemia tregoi shumë kollaj këtë gjë. Po tregon sepse nuk ajo unë mendoj se ishte një provë më shumë se sa ishte. Ata thjesht futën këmbën pan ujrat një që reagojnë, nuk reagojnë. Po ma mendja se nuk edhe ai shpejt, se nuk jam aq pesimist për sa i përket njerëzimit. Nuk mos mendoj se do harohet ai shpejt, domethënë sepse po ta marrësh vesh era kriza e fundit që kemi pas. Jo, po ta marr nga ana që qendresa ishte aty, kishte ata dhe shumë që u bën martir në kuptimin figurativ të fjalës, domethënë për sa i përket platformave të veta, por në një kohë nga që mjetet i kemi në një kohë shumë reale, për shembull dhanë edhe shembuj të kujtën të gripit spanjoll etj, filloi, domethënë kishte pushback edhe deri tani, pavarësisht se nuk i nxjerr asnjë lloj lajmi, ka shumë që janë duke dhënë kështu deposition akoma në gjykata europiane në Amerikë etj që akoma sot kësaj dite. Pavarësisht se mediat janë të shitura edhe nuk i transmetojnë. E ke parasysh, transmetoi kur arrestoi Trumpi para syve. Kjo është loja e pushtetit. Jo, me se mediat janë edhe çik kështu si vjen vala dhe shohin se çfarë shitet më shumë. Shumë nga mediat që duket sikur janë të shitura janë thjesht transmetojnë atë gjë që mendojnë se marrin më shumë klikime. Nuk është se ngelen që hajde blem të gjitha mediat që ekzistojnë. Për shembull to amerikanë që janë CNN, MSNBC, këto edhe Fox, bravo janë të njëjtës koncepte. Po është i njëjtit konglomerat pra, e kupton? I njëjti person ose i njëjti entitet, se person thonë se ai filani, komshia imi ka terë. Po që është një entitet, domethënë që i zotëron atë më të mëdha, kështu që plako është më vështirë për mos ta besuar. Plus ai shumë gjëra siç e përmendë ti me pandeminë, ai shumë gjëra janë vërtetuar, ai shumë budalliqe nga ato të kërit. Po janë vërtetuar, po nuk ka patur asnjë reagim. Po se si ka dhëmbur njeriu drejt për drejt pra. E ke parasysh sepse çfarë ti thon më drejt për drejt, aty janë tash. Kush presin të dalë të thot presidenti vet i Amerikës apo ç'a? Po sepse kemi fajin edhe një çik vetë bes si njerëz tani, shikosen nëse njeriu pushua se nuk bëri vaksinën. Po të kishe ndjenjë të komunitetit, po ta doje ata që me të cilin ti punoje, etj, domethënë, e ti do kishe lënë punën valla, siç ishin gjithë, çfarë ishte aty do ta kishin lënë punën në shenjë proteste. Edhe i shifje ti do ta pushonte apo jo. Po e kemi futur në një zymtësi, domethënë që kemi vrarë komunitetin fare, domethënë që nuk e di, siç e thoshte Andi, ti marrësh ti xhegos me shaz përpara se ti marrësh telefon, se ta hapi telefonin. Edhe është gjithë secili për vete dhe nuk e ndjen veten të prekur derisa të vi ai balozi i zitë dera vet.
E po mirë, po një nga këto pikat e këtyre e atyre janë ata, domethënë kjo është domethënë përçarja dhe përçarja sundo, domethënë disa njerëz janë të përçarë, taktika më funksionale më e vjetër, domethënë, unë si kuptoj, këtë trash mund të jemi njerëz si popull vetë valla. E ke parasysh është dokumentuar në shumë histori, episode, Po mirë, libra. tash se kur të luftojnë gjithkohë, të lënë ignorante dhe të lënë në errësirë të fakteve dhe të kulturës edhe të diturisë, normale që do të lënë të varfër, çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Qa do bësh e zeza? Unë prapë mendoj që po ti po justifikon më shumë se ç'dua. Se siç po të kritikoj këto lëvizjet e vogla përpara, unë kam dëshirë shumë të kritikoj individin. Po plak, unë vërtet mendoj që fajin e kemi ne. Domethënë gjithmonë nis nga ajo sepse ore dituria, ka thënë Sokrati do të kërkuar valla, edhe do ta kërkosh çik burr, e kupton? Do ta kërkosh, ta gjesh, ta provosh, të bësh gabim apo tjetër. Tani nuk mund të serviresh çdo gjë në pjat. Si ja, kjo që u servire pam ne këta që dini me 3 maska. E ke parasysh, që servir atyre edhe. Po. Ato gjendje vete. Në ato gjendje vete, do të pyesi Unë jam duke pritur hapin e radhës tash, kush do jetë goditja e radhës, se normal që duhet të jetë diçka mbi atë pandemin, duhet të jetë një gjë më lartë dhe më fortë se ajo. Po më një kë para përgatitjen e keti, para përgatitja është lufta në Ukrainë, domethënë një nga luftat më idiote që mund të ketë ekzistuar ndonjëherë në historinë e luftrave, përveç atyre me në Australi që kishin luftë me ata zogjt. Kjo është Unë kam përshtypjen se do jetë domethënë kjo para përgatitja e alienëve më duket çike e çuditshme. Si ma dole, se po diskutuar ishim për bira me kolegët e punës diet, domethënë, po këta janë gjithë leftist, janë fucked up, domethënë janë shumë stresues për të gjë. O plak. Sa fani ishte tash ajo në Meksik. Come on, Dani. Ajo ishte si ato i movie Aliens i 96, si 97. Ai home, si ishte gjithat me lampa. Po, ishte shumë patetike, bukaq të vegjël aty, ishte fiks. Mendon se e kanë bërë vetë ata plak. Pa, ky tipi ishte kështu që ishte dalë një 2-3 herë të tjera ndër vite që pretendonte se kishte gjetur kështu gjurmë aliene dhe kështu dhe e kishin nxjerrë që ishte mashtrues. Po kësa rave kishte hyrë në të drejtorinë e Meksikës të këtyre gjërave. Ideja është që një nga këto profesorët e NASA-s po thoshte që zakonisht kur janë siç e bëjmë edhe ne, kur marrim kështu samples nga jashtë, nga planetet e tjera, për shembull, i bëjmë dituri publike, japim analize publike, kurse ata s'kan bërë asnjë gjë publike. Po, ashtu vërtetohet që ti duhet ta ndash me disa nga laboratorët MNZ të botës, edhe kur nëse të gjitha analizat përputhen me njëra tjetrën, domethënë secili nga laboratorët ka të njëjtat konkluzione, atëherë vërtetohet që është. Po gjithsesi, nuk është puna vetëm me kjo e Meksikës, po kudo, domethënë është shtuar shumë kjo punë e alienëve dhe nga ishte shumë patetike ajo sa i thoshte, kemi 2 specimente dhe mendojmë se njëri ka vezë. O plak qa vezë më. Ajo ishte kështu si terrakota, si që me balë, qa vezë ati e. Ja mirë, pa edhe vezët e thara ishin, ishin si punë e këtyre vezëve që futhin tashin në inkubator ku i futhin ato vezët, se ç'është ai muhabeti që bëjnë. S'dim gjën ato ne me. Se ç'është më një procedurë që bëjnë që i ngrin vezët ose çfarë bëjnë një gjë. Po si Bleona Qereti, po. E mos e bëjnë kështu. Tash Bleona është bërë kështu ikona e ngrirjes së vezëve. Po. Ngrini vezët, një mesazh. Do të thotë alienët ato kanë bërë, kanë ngrirë vezët, ngrinë edhe vet aty në. Ngrinë edhe e lëshuan çik dorën, i iku. Po që shiko, nuk është çuditë të dalin në një moment të thonë që po na pushtojnë alienët edhe të nxjerrin tanqet, pra del Rama nxjerr tanqet se po na vin alienët. Pra shumë më shumë se viruset tash besoj se alienët janë përmbi që nuk ke çfarë bën. Por ndonjëherë kur kaloj dhe unë pesimizmin tim i them më mirë bieri ndonjëherë, valla inshallah po bashkohemi, inshallah po bëjmë një gjë. Ore ti bien vërtet shumë mirë se të shohim edhe një çik, të shikojmë çik botë me sy edhe ne tash. Po. Se ka lezet kur shikon gjëra kështu që nuk ndodh shpesh në historinë e njerëzimit të shikosh alieni që zbresin edhe na sulmojnë apo. Po ata që kanë eksperjenca që i kanë marrë peng për shembull. Pse janë gjithmonë ata që merren peng nga alienët, ata që s'duan të merren peng, kurse ata që duan të merren peng nuk merren asnjëherë peng. Pse kush do të merret peng? Nga alienët mund të ketë nërda pafund, pra që duan të takojnë, duan të flasin për shembull. Po isha alien.
Po unë po të isha alien për shkak do merr japën, më mori më ngriti UFO lopën tha ai edhe kur më solli ishte hapur e qepur. Po plako po të isha alien do merret dikë që do të takoj, jo një gjë që do të takoj. Po se ata e kishin marrë lopën e kishin hapur dhe e kishin qepur prapë. Po pra po. Si mes merren alienët, rinë qepin lopë, po. Qepi lopë të botës, si vjen turp. Gjej një punë pa shko punuar se kanë një tani ku je. Ri qep lopë tash i kot. Edhe i bie që ti lopa qepës, jo roba qepës. Po, as tek shumë ata që thonë që më rëmbyen alienët edhe më bën një probë anale. Kjo është klasike. Kjo është frikë e madhe. Kjo e ka rënjën e kam përshtypjen se është rënja e homofobisë kanë frikë nga homoseksualiteti i tyre. Më bën probë anale. Ose janë ata që janë deep in the closet për shkakun edhe duan të justifikojnë veten. Edhe tash çfarë të bëjon me morën alienët ma e bën ata probën e parë tash unë i hyra asaj rruge le ta vazhdojmë. Tash jemi varur, tash më duhet për të ndjetuar. Po shiko, mua për këtë punë alienëve më duket shumë domethënë më besueshmja ai e Stephen Hawking më duket që ai kishte frikë nga alienët për arsyeën se thoshte që ata janë aq shumë të zhvilluar saqë nuk i ha fare për njerëzimin. Është puna siç jemi ne me milingonat. Që ne nuk na plas fare për milingonat, i vrasim kështu thjesht shikon një folë milingonash i vet zjarrin apo i vet që nuk i interesojnë fare nuk i konsideron fare si jemi çik budallën vetën. E kupton? Se ne kemi vënë jemi çik të trash vetë po. Jemi çik të trash vetë se ta kanë dërguar, ke parasysh ato informacione që kanë dërguar ata me rreth humanitetit, me një muzikë shumë me një gjë çai kanë dërguar kështu si satelit. Tash imagjino ti jeni ata aq të zhvilluar nga ana teknologjike, edhe vinë në tokë edhe na gjejnë ne kështu me pistoleta, ku diun, me gobure. Nuk ekziston fare për ata ajo gjë, domethënë është qesharake, kështu që mund të na pikim me. Përveç asaj, e kupton tani, çfarë bëjnë ata? Dërgojnë informacion me shpresën se dikush do i kontaktoj. Për mirë. Po. Po këta janë njerëzit e mirë që kanë bërë. Ata janë shkencëtarë që duan të edhe harojnë ISIS edhe 90% të tjerë të botës që therrin njëri tjetrin. Po sigurisht janë ata si puna jonë valla. Një të ardha po normale po pse? Të fshin komplet, i bën reset. Po ti ishin rrobat të sakta ata nuk qepnin lopa. Që mbi qeni si duhen parë të gjëra. Çati best. Besoni se ka plak? Po tash është normale të ketë, por desa jemi ne, domethënë thjesht për mua kjo më bën që përderisa jemi ne, normale që të ketë të tjerë, nuk është ndonjë. Okej. Po mirë. Në një pafundësi planetesh. Atëherë se do dolën në shteg. Me që i thuaj që ka pse kur jemi ne mund të ketë ashtu. Po kur jemi ne pse mos jetë edhe Zoti? Por e Zoti edhe mund të jetë. Po nuk domethënë është unë jam goxha i bindur që Zoti nuk është ai Zoti që mendojmë ne që është, domethënë. Po nuk normalisht është ai që mendojmë ne. Është shumë ide njerëzore kjo, që është ai robi në qiell apo që kur je i keq shkon digjesh në zjarr apo janë të mërësisht njerëzore, janë bazike kështu në nivele. Po nga ana filozofike bën kuptim. Po ti marrësh gjitha në mënyrë figurative bën kuptim gjithë ato. Po mirë, po këtë anën filozofike më shumë ja kemi dhënë ne duke u zhvilluar si shoqëri se sa. Po ne kemi bërë dhe tekstet, ne kemi bërë dhe religionin dhe fen, ne kemi bërë gjitha. Po pra, domethënë tingëllon shumë njerëzore si gjë, domethënë më duket shumë ose që nga koncepti ferë dhe parajs, domethënë parajsa është një vend si toka me pemë, me kafsh, kështu. Po është më e bukur akoma. Është fare është ajo gjëja që është për aperitive për ty, e kupton, për ca janë 72 virgjeresa, për ca të tjera ku dëgjon një lumë verë apo diçka e tillë. Po ne me virgjeresa, pastaj këta kjo punë virgjeresave nuk e di si e perceptojnë këta. Po se dia ku është shkruar është e shkruar vetëm në Kur'an, është e shkruar për se ndajnë këto gjëra pastaj. Unë mendoj se është çiksi edhe klishe, nuk e di nëse është e shkruar apo vërtet, por mendoj se është diçka që thjesht ka ngelur. Pastaj si ka se është. Po pse 72 një? Pastaj edhe nëse janë 72, këto janë virgjeresha që janë gjithmonë të virgjëra apo ç'virgjërojnë një edhe pastaj. Ça pyetje bëri ai tash, ça pyetje bëri ai tani. Po tash i shpjegoj gjëra ato e thuaj. Tash po ti virgjeresha magjike ato ma mendja që edhe mund të ngelen. Po domethënë sot janë virgjeresha. Vjen ky tipi që ka hedhur në erë 100 veta edhe i meriton këto 72.
Shkon me një nga këto vigjeresha ta them, thot në dark. Po, mund të jetë the dark side, që kjo, domethënë sa ngulet një herë, pap diskarit e marrin e heqin të, e çojnë në një vend. E vëndsojmë prapë, padre se janë 72 janë më shumë. E eliminojmë. Jo, ai ka në dispozicion 72. Edhe po ose mund të jenë kështu si ajo, si Wolverine që janë kështu me efekt shërues, që kur zgjohen. Po, në ide e mirë, do ta mbaj ta përdor të idenë. Ose mund të jetë si abonim, valla, ke 72 vigjeresha në muaj. Edhe Pa, çdo edhe me- muaj edhe ri me- për të rihen prap. Sa i bie në ditë? Nga Po nga 72 bie- një çerek në ditë. Një robësi, ore, Lulzim Basha, si nga një gjysmë ditë, valla, 30 ditë ka muaj. Po ja, 72, si, jo. Nga një 2 gjys. 2 Po, inçik. gjytje. 2 Ja, shumë, inçik. ema 2 një cop. Ai nese. 2 incop. 3. Po ato vigjeshat nuk kanë fare kështu vendimarrje në këtë mes. Ato thjesht ekzistojnë Se ka dëgjuar çka ka thënë Andrew Tate. Andrew Tate ka thënë do bëj çfarë thot ai. Çka ka thënë ajo? Po ti Andrew Tate Jezusi plak. Po s'besoj se si ka dhënë peshk njeriu. Thua ti. Pa ja, Andrew Tate është shumë tash sigur i ka rënë ajo hype i madh që ju bë. Je kanë sa i DJ idiotë që ishte ajo për zot, si mund të merri njëri të filloj. Mun kam përshtypjen që edhe atë punën e burgut e bëri vet. Jo, s'ma një plak. Po se ishte kotë. Domethënë ishte thjesht një frusk sa puni që nuk e çoi askund. Nga asnjë anë, as drejtësinë, as atë akuzat asgjë, ishte kotë. Po pra, jo, e funksionoi atë që kishte, le të themi, establishmenti. Që e bëri, e ke parasysh funksionoi plak, po ja hoqi vëmendjen në plak tash, mos ja fut kot tash. Se ja Si ja, hoqi vëmendjen. ja shtoi, aty kishte filluar pa i Jo, dinte pas, populariteti. Në momentin sa doli, pastaj u fik fare, s'kishte. Po jo, Që 4 ditë pasi doli lajmi në Twitter, u liruai. Pati një rritje të dytë, pati edhe një goditje të dytë, se tash sa do mbajo kur është si puna aty Dan Bilzerian, si kishte ai. Më mirë sa ai nuk thoshte asnjë gjë, por tan bizera thjesht dilte foto, bënte kështu. Thoshte po prap atë lloj mënyrë jetese reklamonte edhe ai domethënë. Për mua ky ishte thjesht një si upgrade i atij, nuk ishte ndonjë. Po. Te këtu. Po që ta gjëra i kishte mirë, kot më tash gjë kupton. Në sa gjëra ishte mirë vërtet ai. Po gjëra shumë i lexonte në Wikipedia kot tash, nuk është. O plak po aty shikoj realitetin pra, ku njerëzit mendojnë se janë disa gjëra që nuk, shiko. Lëre e tetin, ai është psikopat, ai është i keqi. Jo më ai ishte shumë rob i Zotit, ora, ai ishte i Zotit dhe i zgjuar, se diti të shpëtonte tamam atë që duhet të shpëtonte. Në rregull, po thon, e shikon sa është uria për të thënë dikush që bë ose ik në palestër, ose bëj atë, domethënë. Është uria aq e madhe vëlla. Tani uria nuk takove njëri këtë muaj, duhet të presësh bibilen. Ti nuk je më mashkull. Po. Come on, plak, e kupton, është unë mendoj se polarizimi, se shiko, kur kalon shumë nga skaji tjetër, normalisht universi, Zoti, vejajmi çfarë duar do krijojë edhe anën tjetër për balancë gjithmonë. Po mirë, normale që balanca vendoset vet, po. Po prap nga ekstremi, është puna që nga ekstremi shkon prap në ekstrem, nuk vendoset asnjëherë kështu balancë e mesme. Është si puna e kësaj kulturës woke edhe këto çfarë janë. Edhe kjo erdhi nga një ekstremitet, prap ishte ekstremi djathtë, tash i ka shkuar ekstremi majt. Se si ishte ekstremi djathtë tash i e burr tani se mund ta quash ekstremi djathtë. Po i djathtë, si ishte deri në vitet 60 kishte sklevër akoma, ose si ishte ekstremi djathtë, çfarë thua? Sklevëria nuk lihet drejt me parimet e djathta apo. Po pra, po nga kjo lindi nga Black Lives Matter, më the të thashë çfarë janë, dëgjoj këto lëvizje majtiste janë. Po këto janë hoax valla, të gjitha këto janë lidhje burr, kupton? Po janë hoax që kanë shfrytëzuar djathtizmin që ishte momentalisht. Se po të ishte bota në rregull nuk do funksiononin dot ato ekstremet e majta. Po ka pas një ekstrem. Mendoj se ekstremet e majta funksionojnë për arsye se kanë ato plugin në sistemin e mirë, e kupton se po ta vësh gjithë ato politikat e majta janë kështu, a nuk do të jesh njëri i mirë, a nuk do ta mbrosh ambientin, a do ti që të vdesin ata të tjerë. Ashtu fillon, po pastaj e kështu, nëse ti nuk do ta mbrosh ambientin, ti je
homofob, je racist, domethënë je të gjitha cilësitë e këqija që themi ne. Edhe je armik edhe të nxjerrin nga shoqëria, të heqin nga puna, të bëjnë super dëm. Se di. Unë nuk mendoj se ka qenë aq djathtë sa e shesin. Por deri vonë homoseksualiteti konsideroj kështu, ishte sëmundje apo pse nuk është sëmundje? Tash. Na fikën derën. Që të pushojnë nga puna se je homoseksual është çik po ekstreme si gjë. Edhe normale që nëse është çik panetik. Po ju dein çik fuqi këtyre, do kalon nga ekstremi tjetër pastaj. Po besoj se ekstrem do vi vetë që të balancohet situata, po ne atëherë do kemi cofur besoj nga. Po ne kemi mbaruar fare. Unë s'mendoj që do arrijë asnjëherë balanca, thjesht do kaloj njëherë këtej, njëra andej, njëherë këtej, njëra andej. Është një xhiro rrotulloje gjithkohës. Ndërsa do vinë Alinë do na zhdukin fare pastaj edhe. Ajo është balanca. Sa trafik kemi u bë 4000 vite jemi po shikojmë, sot nesër na e çove këtu, na e çove kemi aq kohë hiç. Po qa pas keni qenë, heng shiko ka tuaja. Pa, tash, kur duan, o çfarë bësh? Bukur, vllai dashur, bukur. Unë them ta konkludojmë këtë këtu tani se filluan ta po na bëjnë moral, thon po na mësojnë tash. Ku do të ndjekin njerëzit bes? Po në për rrugë le të më ndjekin. Mos ndiqni rrugë. Nuk është ilegale, po le mos dëgjohat, është ilegale ndiqni rrugë. Më ndjek në njëri vërtet që pasaj të bën foto, me dërgonë mua DM shife, Iga unë mendoj që atë atje, të ka i vëndë, që a i vinte, i binte asaj. Ja të më ndjekin në Buçi podcast? Ne kemi të divëm e linket e rreteve sociale, Instagramin ndjekun Besin, është, që thënë ka hilaritete. Poston hilaritete. Po që afeto. Poshtë në description edhe në Spotify edhe në YouTube normalisht do jetë edhe linku i Besi Andi podcast që ju mund ta dëgjoni gjatë gjithë kohës, shkoni ndiqni çunat, kanë materiale zakonisht shumë të mirë, edhe do keni një bonus do merrni një akullore. Ky episodi për gjithë juve që po e dëgjoni në YouTube e Spotify ka dalë me 2-3 javë përpara, sepse këto normalisht dalin në fillim në Patreon, që juve mund të bëni pjesë në çdo kohë të mundshme, ja thonë të keni dëshirë. Se doni vetë ju, se po të doni e dim ne se ç'a bën. Hajde mos ndeti po. Hajde, për të mira ngëzime, besun të falenderoj edhe do rishifemi e dëgjohemi herë të tjera. Po patjetër. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Ciao. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.